Ajo çfarë shikoj unë dhe se si dua ta interpretoj këtë është që aktrim dhe akte politike të tilla teatrale ka patur gjithmonë. Ideja është tani po bëhen shumë evidente. Pse bëhen më shumë evidente tani? Është sepse jemi në proces të negocimit Bashkimit Evropian dhe janë vend ndërkombëtar ata që ushtrojnë presionin e vet që duhet quhen përpara reformat. Pra nuk duhet të jetë vetëm një reforma zgjedhore dhe reforma administrative, nuk duhet të jenë thjesht shkruar në letër dhe ne hajde të bëjmë të njëjtin këtë proces që bëjmë sikur. Pra duhet prodhoj diçka, duhet sjellë përmirësim dhe demokratizim të shtuar, duhet sjellë ky ligj zgjedhor, duhet jetë përfaqësim për publikun, për popullin, nuk duhet jetë thjesht ky teatri që ne shikojmë. Po ofrohet ajo që thot Berisha, nëse e zbardh me atë që tha zoti Berisha dje, tha ne nuk kjo e Senati që po kërkoj unë, tha nuk po kërkoj shtim fondesh. Pra basically ai tha dorim të 140 vëndet, po 101 do t'i quajmë deputet dhe 39 do t'i quajmë senator. 101 janë ata të shkretët që do luftojnë për të kapur votat nga Joridat e Ziqinea dhe ndërkohë ne senatorët të paprekshmit dorim ne të listës së mbyllur dorim pra i shkete syrin gjithve. Pra ne mbyllemi këta të tjerë të shkretët le të luftojnë poshtë, kupton? Po nga ana tjetër vdesin partitë e vogla, siç aty pra humbet. Nuk duhet të ketë të paprekshëm, pra këtu jemi. Dhe Vedumani nga ato përgjigje, 65 përgjigje që dha Maraton, thaj që nuk do ketë më të paprekshëm dhe nëse s'do të ketë prekshëm nga drejtësia, nuk duhet ketë statuse të veçanta, mendoj unë, brenda edhe vetë. Posaçme, po. Parlamentit. Posaçme. Por ajo që vjet re është rezistenca e partive të vogla, zoti Sheha edhe të tjerë që nuk duan ta pranojnë këtë, sepse kjo do të çojë në shkrirë dhe mbytjen në farë mënyrë të alternativave të reja. Ata me sa kuptova s'do kenë as drejt vote. Kjo rezulton dhe kjo u dobësu 5 kg dhe po kryengritja e tyre këtu nuk është vetëm simbolike, Koli. Kryengritja e tyre tregon që këtu ka një në thonjza pazar, si që i quajnë ata, dhe ky pazar nuk i shërben vendit dhe nuk i shërben atij procesit rregull që ne duam, që të kemi një reformë reale, pra një reformë reale në drejtësi, reformë reale zgjedhore, reformë reale administrative, që tani kanë kaluar 10 vite dhe kjo reforma administrative kërkon një lloj rishikimi. Rishikimi, patjetër. Kështu që po rishikimi që po duket me sa duket, për fat keq them unë, jo se kam shumë ide se kur jeton në Tiranë nuk e kupton, pa ata që jetojnë nëpër rrethe, duke filluar nga harta e gjykatave, duke vazhduar tek shërbimet shëndetësore, pra tek spitalet, tek shërbimet arsimore, pra tek shkollat, nuk kanë parë në një gjë të mirë tek reforma territoriale. Zoti Rama me atë çfarë ndodhi në Ver, me gjithë komunikimin që kishte edhe në nivel vendor, tregon në farë mënyrë që ka shumë gjëra që nuk po shkojnë. Dhe largimi i nën kryetarëve të bashkive që megjithatë ai pa me reformës administrative duket që ka dy, nuk është të kundërta, por është të kithta. Qëndrimi i majorancës është të kemi më pak njësi administrative, çka do të thotë më shumë përqendrim pushteti në pak veta. Ndërkohë që direktiva europiane e decentralizimit. Dhe kjo shkon në drejtim kundër. Po pastaj kur bashkohen 12 bego, duhet të themi deri daj. Kur bashkojnë 12 në Shqipëri, tema jote preferuar. Në vend të marrëveshjeve na dalin pazaret. Dhe ka njerëz që na pyesin, po vero, pse nga ndryshon pazari nga marrëveshja? Tani ata vën për marrëveshje aty. Marrëveshjet bëhen në interes të publikut, në interes të vendit, në interes të qeverisjes, në interes të politikës në vetvete, por të politikës si rezon d'Etat. Ndërsa pazaret bëhen për rezon personel, për arsye personale, dhe arsyet personale kanë ai konfirmuar në 2008-ën, me atë marrëveshjen që bën dhe vazhdojnë ende të 21 prillit. Pse u nxitojnë, u bë pyetja tani, pse nxitojmë, pse e bëjmë pikërisht tani. Po atëherë, ti ma ka bukur 2008-ën. Shikoj, në 2008-a, se unë kam qenë vetë i përfshirë për shkak të detyrës, 2008-a kishte një rezon, jo d'Etat, por rezon personale, rrim te logjika juaj, pra që ishte Gërdeci. Pra Gërdeci ishte aq shumë sa që tani ka hyrë në shpërfrazologjin popullore, plasi Gërdeci. Pra zoti Berisha i plasi ajo gjë, në një moment ku qeverisja e tij nuk ishte e keqe, ishte e mirë, ka përpara financave publike të tjerë, temi evazioni fiskal ishte ulur, buxheti ishte mbushur me para, pra le temi nuk po flas nga ana demokratike, por nga ana ekonomike ishte flat rate tax, pra taksa e shesh që unë mendoj që ishte një gjë shumë e mirë, funksionoi shumë mirë atëherë, pra situata ekonomike ishte mirë. Beva bum.
plas Gërdeci. Dhe ç'a ndodh, del në sipërfaqe e realiteti, kuptohet. Dhe sigurisht në këto momente kur kuotat e tij elektorale ishin shumë poshtë, u fol atëherë që Partia Demokratike në sondazhe nuk dilën më shumë se 18%, dhe zoti Meta bënte presion që opozita ta shtynte qeverinë drejt zgjedhjeve të reja. Ç'a ndodh marrëveshja e famshme ku sigurisht Berisha mori frym, kohë për të ringjallur nga shtatori me fytyrën e tij të vërtet, ndërkohë që Rama mendoi që ndryshoi një kod elektoral që ato do ta ndihmonte të eliminonte Metën. Pra, kush fiton të gjitha. Por kishte një arsye, ishte Gërdeci. Tani pyetja ime është, cila është arsyeja e këtij pazari? Pushteti personal, në kuptimin që pushteti duhet të qëndrojë vetëm në këto dy familje, le të themi, edhe politike dhe biologjike, të cilat kanë marrë në dorë klasën politike. Pra, nga njëra anë Rama ka leverdi që të vazhdojë kjo lloj marrëveshje, dhe Berisha gjithashtu, sepse ju vetë keni thënë në emision, ne keni kalkuluar, kur e kemi marrë në analizë zgjedhjet, janë rreth 300.000 vota që rodhen. Edhe pse këta u kujdesën ta mbyllin në maksimum, t'ia zinin frymën sistemit për mos lejuar hapësira të reja të operatorëve të tjerë politik, përsëri qytetarët shqiptar thanë dalën se këta të vjetrit na kanë mërzitur, 300.000 vota i çuan vetëm tek këta jo, po kudo. Tek partitë e tjera, të reja dhe të vjetra, të vogla. Mirë, po kjo e shqetëson zotrinj, dhe unë mendoj që këta do ta mbyllin edhe më shumë këtë sistem, do ta bëjnë që ai që do t'i marri të gjitha, dhe siç tham, në fasadë do të kemi një sistem pluralist, por një sistem pluralist të dominuar që do dominohet nga ajo parti që fiton zgjedhjet. Plus Senati. Plus Senati pastaj, plus dhe Senati pastaj. Plus Senati, për jetësinë domethënë. Kështu që vetëm për interesa kombëtare shqiptare, demokracie, ndryshim strukturor të shtetit, nuk bëhet kjo gjë, bëhet vetëm për interesa personale, dhe koha do ta vërtetoj këtë që u them sot. Jo më larg, ne vim nga koha e pazarit fundit që bëri Berisha, që ishte para zgjedhjeve të 11 majit, ku ndryshuan kodin zgjedhor dhe bën një kod absurd, që e ndavën dy fasha çështjen e kandidimit të deputetëve të mbyllur e të hapur. Praktikisht e ngritën që atëherë ngritën Senatin. Tani thjesht do ta zyrtarizojnë. Do ndorheqja e si do diku sepse dhe një shtesë zyra e indulgjencave. Dhe një shtesë që dali qartë, se u tha, po duhet dali qartë. Në fakt ata nuk synojnë as përmirësim të reformës territoriale, do ta bëjnë dhe më keq çështjen e reformës territoriale, kompetencat e pushtetit, raportin e decentralizimit me centralizimin, nuk do ndryshojnë asgjë për lidhur me zgjedhjet, sepse ata nëse do të ishte, sidomos Berisha, po të ishte që do të bënte diçka të mirë, duhet të kapërcente vetveten, të mohonte 2008 dhe dilte sot thoshte, në atë kohë ne kemi bërë gabim, unë do përpiqem te Rama të ndryshoj tërësisht ajo. Jo, atë se thot ky. Paktën Rama është Rama i qëndron 2008-s. Rama dhe sot e kësaj dite thot nuk kemi bërë gabim, kemi bërë mirë. Topat do qellojnë këtu në këto dy reforma, por gjylja, zhurma e gjylës do të dëgjohet tek fizajt, do të dëgjohet tek drejtësia. Pra gjithë qëllimi i tyre është ajo që ta Berisha sot të zbuloj. Nuk na lata nën kuptonim ne ata analizojmë. Jo, e nxori vetë. Synimi i tij është asnjë marrëveshje nuk vlen pas pakun. Tani se jemi në fund, dhe sigurisht do ta kthejmë prapë te jo, po kudo. Tek partitë e tjera, të reja dhe të vjetra, të vogla. Mirë, po kjo e shqetëson zotrinj, dhe unë mendoj që këta do ta mbyllin edhe më shumë këtë sistem, do ta bëjnë që ai që do t'i marri të gjitha, dhe siç tham, në fasadë do të kemi një sistem pluralist, por një sistem pluralist të dominuar që do dominohet nga ajo parti që fiton zgjedhjet. Plus Senati. Plus Senati pastaj, plus dhe Senati pastaj. Plus Senati, për jetësinë domethënë. Kështu që vetëm për interesa kombëtare shqiptare, demokracie, ndryshim strukturor të shtetit, nuk bëhet kjo gjë, bëhet vetëm për interesa personale, dhe koha do ta vërtetoj këtë që u them sot. Jo më larg, ne vim nga koha e pazarit fundit që bëri Berisha, që ishte para zgjedhjeve të 11 majit, ku ndryshuan kodin zgjedhor dhe bën një kod absurd, që e ndavën dy fasha çështjen e kandidimit të deputetëve të mbyllur e të hapur. Praktikisht e ngritën që atëherë ngritën Senatin. Tani thjesht do ta zyrtarizojnë. Do ndorheqja e si do diku sepse dhe një shtesë zyra e indulgjencave. Dhe një shtesë që dali qartë, se u tha, po duhet dali qartë. Në fakt ata nuk synojnë as përmirësim të reformës territoriale, do ta bëjnë dhe më keq çështjen e reformës territoriale, kompetencat e pushtetit, raportin e decentralizimit me centralizimin, nuk do ndryshojnë asgjë për lidhur me zgjedhjet, sepse ata nëse do të ishte, sidomos Berisha, po të ishte që do të bënte diçka të mirë, duhet të kapërcente vetveten, të mohonte 2008 dhe dilte sot thoshte, në atë kohë ne kemi bërë gabim, unë do përpiqem te Rama të ndryshoj tërësisht ajo. Jo, atë se thot ky. Paktën Rama i qëndron 2008-s. Rama dhe sot e kësaj dite thot nuk kemi bërë gabim, kemi bërë mirë. Topat do qellojnë këtu në këto dy reforma, por gjylja,
zhurma e gjylës do të dëgjohet tek fizajt, do të dëgjohet tek drejtësia. Pra gjithë qëllimi i tyre është ajo që ta Berisha sot që e zbuloi. Nuk na la ta nënkuptonim ne ta analizojmë. Jo, e nxori vetë. Synimi i tij është asnjë marrëveshje nuk blen pas pakun. Tani se jemi në fund, dhe sigurisht do ta kthejmë prapë te Dodiku, po një pyetje kam unë, sepse ka edhe një numër, themi njerëzit cilët thonë, po mirë, si ka mundësi që i besohet, domethënë i besojnë Sali Berishës, i cili ka dhënë prova që marrëveshjet e tij i mban për sa kohë ai është në hall, në nevojë, dhe në momentin që ta i rikuperon, dhe zoti Berisha e ka këtë aftësi, rikuperon shpejt, ai shkel ato. Shiko, kthehemi te kjo marrëveshje për cilën flitet, nuk e di sa substancë ka. Që jemi duke parë një ndeshje jo tenisi, badmintoni, kemi një popull që hidhet me ëmbëlsi. Që për pjestimin numrave, shumë i thellë, jemi gjithmonë tek predikimi në 7-5. 28 po e marrim si të mirëqenë. E shikojmë duke... A e pe sot, Tavlan, a e pe sot përgjigjen e Berishës? Po pra, po Berisha, po e nis nga fundi i logjikës, Berisha është i pa stabilitet. Për arsye të gjendjes së tij psiqike, për arsye të gjendjes politike, për arsye të gjendjes paradrejtësisë e tjera. Dhe her pas here i vjen ëndra për Senat, her pas here tronditet dhe i dalin përpara Spaku, i del përpara prokurorit, i del përpara gjyqtarit e tjerë. Kaq efekt kishte sot ajo që tha për. Pastaj me Spakun jo e pat edhe e pam të gjithë edhe në kuvend. Shiko, me Spakun, ky dhe Spak kanë një marrëdhënie idilike. Do me thënë, vërtet kanë marrëdhënie idilike se emocionohen ndryshe, nuk e shikojnë njëri tjetrin sy. Ky tha që do të shihemi pastaj, po ti erdhe, ai Dumani tha ati Boqit, unë të erdha, po ti s'më prite. Janë të gjitha kështu dashurore, janë vërtet, janë formula... është Freudi aty diku, është Freudi brenda, lëviz Freudi, këtyre ju mungon seksi. Dhe i tap, jo sinqerisht. Ose ne nuk e shohim. Ndoshta se shohim. Por problemi është ky me këta për raportin në këtë marrëdhënie idilike, Saliu ka shpërthyer ndryshe sot, po unë se konsideroj këtë. Le të marrim konsiderat këtë gjë që nëse ka bashkëpunim midis majorancës dhe opozitës, dhe unë e kam menduar me aq kohë sa më ka lënë afati sot, edhe them që nëse Edi Rama e ka ndërtuar këtë prallë, është politikan shumë i zotë. Pse? Jemi në kohën kur po tronditet rajoni, si që tha. Jemi në kohën kur dha sinjale Greqia që do të na godas në Bashkimin Evropian. Jemi në kohën kur... Për Fredin e kemë. Fredi e lafë të shkret. Jo, pa ishte i dërguar. Po ti e pe të ajo që idej festoj dhe për prefekti jona. Dakord, po me tensione... Bularat, aty ku citi pushka para ca vitesh. Po me tensione Edi Rama nuk i zgjidh këto gjëra dhe nuk do të zgjidh. Nuk do t'i zgjidh. Atëherë ti vjen një propozim nga Sali Berisha i thotë se në rregull, thotë, ai dhe qesh me vete. Pse qesh? Qesh sepse do t'jap atë që s'ka për t'ia dhënë kurrë, që se ka kurrë. Pse se ka kurrë? S'mund të bëhet senator Sali Berisha. S'mund të bëhet për arsye se njerëz ka senat. E dyta për të bërë senat duhet kushtetues. E treta për të bërë senat në Shqipëri duhen dhe ca senate këtu rrotull që s'janë. E katërta nëse Bashkimi Evropian do të na lejojë ne të kemi senata, të kemi etj. Dhe përfundimisht ajo po, patjetër. Edhe përfundimisht Saliu ka shkuar 104 vjeç. Deri atëherë. Puna është ai ka shkuar 104 frok, po edhe ne do kemi shkuar jo pak. Ne s'po kërkojmë bëjmë senator. Jo, ne po kërkojmë futemi në Europë. Pikërisht, këtu është problemi. Prandaj me sa shikojmë. Ne kemi atë traun ose atë premtimin që është edhe premtim edhe tra, që ta ka programa. Gjitha pikpamjet ne po flasim hipotetikisht. Ne themi që bashkëpunimi ndërmjet tyre nuk do të prodhojë diçka pozitive përfundi, se nuk do t'i lejohet atyre të bëjnë mishmash siç kanë gjithmonë. Tani nuk do lejohet më. Po, ju thatë për shembull pjesën e decentralizimit, por nuk do ta lejoj BE-ja, se BE-ja politikat e rajonalizimit dhe decentralizimit ka vite. Po, a duam ta derojmë ne tani? A do të bëjmë një po flisja unë. Më fal. Mirë, fakt. Problemi se shikoj kështu këtë gjë. Domethënë është një gjë që ndodh midis Ramës dhe një propozimi që ai ka vetë, dhe sigurisht që e absorbon në mënyrën më qesharake të botës dhe i thotë senat, jo senat. Raporti pastaj me
me lejoni t'ju them se raporti me reformat zgjedhore. Reformën e administrative janë dy gjëra të ndryshme, me rëndësi të ndryshme. Për mua... Po të shikoje sot për bërën e komisioneve, ishin 8% deputet. Po të speti që ata ishin të gjithë, si kishin ata, me një emër ishin të gjithë. Dhe më të kishe 4-5 me një emër. Nëse s'ka rëndësi. Me thënë vërtetën, me thënë dhe besë shumë nuk i zef. Po dëgjo, s'është fjala për besë. Praktikisht, reforma zgjedhore për mua është gjëja që s'ka pikën e rëndësisë. Reforma zgjedhore është për këta. Dhe këta marrën më shumë reformën zgjedhore. Pse do fitoj unë, s'do fitoj ti. Do fitoj unë, s'do fitoj ti. Të kokëndes edhe të mikrofonin, po më thonë që ka pak zhurmë. Një batut e fundit Bërsita dhe Arsjeta në fund. Po jo, unë mendoj që kjo... Ti rikthejmë prap Dodik. E thash pra, Berisha ka aspirata për të bërë senator, Berisha tregon që as ka lidhje fare me çështjen e Dodikut. Ai biles do të bëj karrierë aty ku është. Nuk ka fare aspirata. Pra e thonin as nuk e mendon fare të largohet. Vetëm po ja kërkoj familja e tij biologjike, djali me vajzën që kanë interesa financiare në Shqipëri dhe në Amerikë, sepse ne e dim